I nderuar atë Nikola, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, sot dëgjuam një pjesë nga Ungjilli sipas Lukait, vizitën e tërshendët vigjereshe zonjës Mari tek shën Elisabeta. Në ato ditë Maria u ngrit dhe shkoi me nxitim në Kainën malore në një qytet të Judes. Ai hyri në shtëpinë e Zakarias dhe përshëndeti Elisabetën. Dhe sapo Elisabeta dëgjoi përshëndetjen e Marisë, kërceu foshja në barkë të saj. Elisabeta u mbush me shpirt të shenjtë, therriti me zë të madh e tha: "E bekuar je ti ndër gratë, e bekuar është fryti i barkut tënd. Nga më vjen kjo dhuratë që nëna e Zotit të vit tek unë e të më vizitoj, se ja sapo zëri përshëndetjes sate arriti në veshën e mi. Foshnja kërceu me gëzim në barkun tim. Lum ajo që ka besuar se do të mbushen çfarë janë thënë prej Zotit." Mariama tha: "Gjithë qenia ime madhëron Zotin dhe shpirti im ngazëllehet më Perëndin shpëtimtarin tim, sepse holli syt mbi porosinë e shërbëtores së vet, dhe ja që tani e tutje gjithë brezat do të më lumërojnë. Gjëra të mëdha ka bërë për mua i fuqishmi, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij zgjat nga brezi në brezni për ata që e kanë frikë. Bëri vepra të mëdha dhe të fuqishme me kraun e tij, hodhi poshtë ata që mburreshin me mendimin e zemrës së tyre, rrëzoi të fuqishmit nga froni dhe lartësoi të porulurit. Të uriturit i mbushi me të mira, ndërsa të pasurit i dëboi të zbrazët. Ndihmoi Izraelin shërbëtorin e vet, duke si ndërmend mëshirën që i kishte premtuar etërve tan Avrahamit dhe pasardhësve të tij përgjithmonë." Jo më kot i lexova këto, sepse ne të krishterë ortodoks, sidomos gjatë kohës së kreshme të mëdha të premteve, mblidhemi dhe siç u mblodhëm në nderim dhe kujtim të tërshendët vigjereshe zonjës Shë Mari, duke thënë atë shërbes aq të bukur, aq të veçantë, aq të spikatur, që titullohet himni akathist, që ne të premten që shkoi, pra e tham të plot. Kisha e ortodokse e mbështet nderimin e veçantë për tërshendët të vigjereshe zonja Shë Mari, jo thjesht në një traditë njerëzore, në një devocion njerëzor, siç ndonjëherë dhe akuzohet padrejtisht, por Kisha e ortodokse e mbështet nderimin, himnimin, lumërimin ndaj saj në shkrimin e shenjtë. Ju dëgjuat në shkrimin e shenjtë se si Elisabeta, e cila ishte e madhe në moshë, dhe në atë kohë kur shkroi të shkrimi duhet dinë se respekti ishte shumë i veçantë, i të voglit për më të madhin, por ndryshon këtu kur vigjeresha Mari, një vajzë 15 vjeçare, i bën vizitë kushurisë saj Elisabetës e madhe në moshë, madje që ishte gruaja e kryepritit Zaria, shikon që ndryshon. Është Elisabeta e cila përulet dhe thot: "Kush jam unë të më bëj vizitë nëna e Zotit?" Ja pra ku ne mësojmë nderimin e veçantë që duhet të bëjmë vigjereshës Mari, jo si një grua të zakonshme, por si më të bekuar në gjithë grave, si përmbushjen e profecisë që u tha në Eden, që nga fara e gruas do të lind një shpëtimtar, që do t'ja shtypi kokën gjarë për djallit. Dhe ajo është nëna e Zotit, që lindi birin dhe fjalën e Perëndisë si bir njeriu. Dhe këtë nuk e thot thjesht një njeri zakonshëm, e thot Elisabeta, e cila në barkun e saj kishte si embrion parencin e Krishtit. Dhe thot: "Kur erdhi zëri i përshëndetjes sate në veshët e mi, foshnja lëvizi në barkun tim." Dhe sipas interpretimit që bën Kisha, embrioni i Joanit që ishte në barkun e Elisabetës bëri një përulje. Sepse ne dim që embrioni pak para se të lindi rri gjithmonë me kokë lart, pastaj zbret me kokë poshtë. Por në muajin e 6 të shtazanisë së Elisabetës, embrioni i Joanit
shkoi me kokë poshtë, bëri një metani në barkun e nënës së tij Elisabetës. Dhe ajo, e mbushur nga Shpirti i Shenjtë që ishte te Johani si embrion, foli këto fjalë: kush jam unë? Më bëj vizitë nëna e Zotit. Të njëjtën gjë themi dhe neve ndaj personalitetit të saj. Çfarë nderi kemi neve kur jemi përballë saj, përballë ikonës së saj, përballë emrit të saj, përballë lavdisë së saj, përballë veprës së saj. Prandaj shikoni ku e mbështet Kisharen Ortodokse nderimin në shkrimin e shenjtë. Por dhe diçka tjetër. Ne të Krishterë Ortodoks e lavdërojmë të shenjtë Vigjereshën Zonja Shëmari me himne, nga më të bukurat, siç është dhe himni akafist, me shprehen: gëzojër plote, Zoti është bashkë me ty. Mos është kjo një hiperbol njerëzore, një tejkalim i nderimit dhe i respektit. As pak. Ku e gjetëm në këtë fjalë? Ku e gjetëm në këtë përshëndetje? Ja e gjetëm në shkrimin e shenjtë. Çfarë i tha kryeëngjëlli Gabriel, një nga 7 frymrat e shenjta që ri përballë Zotit, që sheh fytyrën e Zotit, që dëgjon mesazhet e fshehta të Zotit dhe i çon tek krijesa, tek njerëzit, siç kemi lexuar në Dhjetën e Vjetër. Po ai kryeëngjëll Gabriel zbret furishëm dhe shkon në Nazaret te Vigjeresha Mari dhe çfarë i thot? Gëzojër plote, Zoti është bashkë me ty. Një përshëndetje e veçantë, e pa dëgjuar, që mund të jepet një njeriu, sepse për shkak të mëkatit të Evës, grua së parë, humbi gëzimi tek njeriu, humbi gëzimi tek gruaja, se erdhi mallkimi tek ajo, te burri i saj, te fëmijët e saj, që gjithë gjenerata njerëzore. Por tek Vigjeresha Mari dëgohet fjala gëzo. Gëzim të plot ka vetëm Zoti. Zoti është një qenie e gëzuar, e lumtur. Por këtë gëzim të Zotit, kryeëngjëlli Gabriel e ungjillëzon, e lajmëron, e drejton te Vigjeresha Mari. Gëzojër plote. Dhe fjala ir plote do thotë e mbushur me hire. Një gjë e pazakontë për njeriu, se njeriu lind në mëkat. Por Vigjeresha Zonja Shëmari jo se lindi pa mëkatin së të gjyshor, si shton heterodoks, por si pas kishës ortodokse lindi me këtë mëkat, sepse e trashëgoi natyrën njerëzore si trashëgojmë dhe ne natyrën e rënë prej Adamit dhe të Evës. Por ndryshe nga neve, ajo nuk mëkatoi me veten e vet, as me mendim, sepse u ngjiz në mënyrë të veçantë nga prindër të shenjtë, pa pasion, thot Shëm Paisa Gjoriti, pa epsh, dhe u rit në kushtet veçanta, izoluar nga bota e mëkatit. Dhe kështu nuk mëkatoi. Dhe ajo me përpjekjen e saj të roqi pëlqimin e Zotit. Dhe aq sa mund mbajë natyra njerëzore, ajo mbush me hir plote. Dhe aq më tepër, kur ajo do pranonte fjalët e kryeëngjëllit, do mbushesh me shpirtin e shenjtë, sepse dhe mëkati ose hija mëkatit së gjyshor tek ajo do të shfuqizoj. Pra, neve ku i mbështesim këto thënie? Në shkrimin e shenjtë. Por dhe diçka tjetër. Vetë Vigjeresha Zonja Shëmari, e mbushur me shpirtin e shenjtë, si shtuhet këtu, tha: të gjithë brezat do më lumërojnë. Do me thënë, të gjithë ata njerëz të cilët do besojnë në veprën të shpëtimtarë të Perëndis triadik, Atit, me anë të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë në shpëtimin e njeriut, do të lavdërojnë jo vetëm Perëndin, por edhe mjetin që përdori Perëndia, të shenjtën Vigjereshën Mari. E tha vetë ajo: të gjithë brezat do më lumërojnë. Ja pra, lumërimi që ne i bëjmë Vigjereshën Mari është nga Shpirti i Shenjtë, është prej gojës së saj. Ne përmbushim të thënie të Shpirtit të Shenjtë. Sepse dhe kisha ortodokse është kish hir plote, e mbushur me shpirtin e shenjtë që e frymëzon kishën të lavdëroj të shenjtë të Vigjereshën Mari, si gruan më të bekuar gjithë gratë, si mjetin më të shenjtë që e zgjodhi Zoti për shpëtimin ton, që është më nderuar se kerubimet dhe është më e lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar
lindi fjalën Perëndi. Të dashur të krishterë, jemi fatlum që jemi të krishterë ortodoks dhe nuk jemi heterodoks, heretik, aq më të keq, antikrist ose ateist. Por neve duhet ta njohim të vërtetën e besimit tonë të krishterë ortodoks. Prandaj dhe Kisha Ortodokse ka në shërbesën e saj jo vetëm adhurimin që përmbushen në liturgjinë hyjnore, por katekizimin. Prandaj dhe Kisha gjithmonë përsëri dhe përsëri mëson të vërtetat e besimit që ne të krishterë ortodoks duhet t'i dim, jo vetëm për vete, po duhet t'i thjedhemi edhe të tjerëve. Nuk është e tolerueshme që një krishter ortodoks që vjen rregullisht në Kishë mos di ti përgjigjet një heretiku, një heterodoksi, kur ai akuzon, sikur neve jemi shkëputur nga shkrimi i shenjtë dhe thjesht bëjmë disa tradita njerëzore. Ja pra, ku neve jemi të mbështetur në shkrimin e shenjtë, të cilën e mbajmë në altar, jo thjesht si një stoli, jo thjesht si një hajmali, po e mbajmë për ta lexuar çdo ditë, për të bërë atë çfarë thot Zoti. Dhe në mënyrë të veçantë në personin e të shenjtës Bigjereshës Mari, që është personi më i veçantë në historinë e njerëzimit, por është dhe krijesa më e pëlqyer, më e lavdëruar nga Zoti, jo vetëm për njerëzit, por dhe fuqirat shpirtërore. E fundi që do them është në Kishën tonë ortodokse, përveç himnimeve, lumurimeve, ne thekemi dhe një lutje, e themi liturgjinë hyjnore, e përmbi shenjtë ty lind se shpëton. Disa vesh thonë jo. Kjo është e tepër që thonë ju të krishterë ortodoks. Si mund të shpëtoj Virgjesha Yllindse Mari, një grua? Shpëtimin e sjell vetëm Krishti. Edhe ata na thonë ja, edhe tek Veprat e Apostujve thotë nuk ka emër që është dhënë njeriu përveç emër të Isu Krishtit që mund të shpëtojë. Por në shkrimin e shenjtë na thuhen edhe disa fjalë tjera që Apostull Pavli, Apostull Jakovi, Apostull Juda flet për veten e vet, për të shpëtuar njerëzit me anë të predikimit, ose me anë të mënyrave për të shpëtuar tjerët. Çdo të thotë se Apostull Pavli është shpëtimtari ynë, ose Apostull Juda, ose Apostull Jakovi, jo, ata janë mjetet që sjell Zoti për shpëtim. Edhe Virgjesha Zonja Shëmari nuk shpëton nga vetvetja, se për këtë ne jemi shumë të qartë, por ajo është mjeti i parë që përdor Zoti për shpëtimin ton. Ajo si shpëton? Ajo shpëton duke na çuar te Krishti, duke na drejtuar te Krishti, duke u lutur për ne te Krishti. Dhe kështu ajo shpëton. Prandaj, edhe kur themi e të shenjtë Vigjeresh Yllindse shpëtona, ose ndërmjeto për ne, është e njëjta gjë, dhe ne këtu nuk bëjmë herezi. As te kalojmë, as mohojmë shpëtimin e Krishtit, por e nderojmë Virgjeshën Zonjën Shëmari si shpëtimtarja jon te Krishti, nëpërmjet Krishtit. Prandaj, të dashur të krishterë, kur Kisha Ortodokse nuk gabon, nuk del nga kuptimi i shkrimit shenjtë që është i frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, sepse ajo mbështetet në shkrimin e shenjtë dhe në traditën e shenjtë, dhe në mënyrë të veçantë në nderimin që i japim Virgjeshës Yllindse Zonja Shëmari, si më e bekuar gjithë gratë, si nëna e Zotit, si e lumuruar nga gjithë brezat, e cila jep shpëtimin me anë të birit të saj, shpëtimtarit Isu Krisht. Amin.